billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين. ثم أما بعد. Falëndërime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat selam dhe qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pason udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Në legjëratën e fundit kemi folë disa kaptina, disa hadithe, ajete, këshilla rreth atij I cili I ka 3 vajza ose 3 motra ose 2 vajza e 2 motra dhe shpërblimin dhe vlerën që e ka ky njeri I cili I edukon dhe I përcjell për shtëpisë së tij duke qenë I kënaqur me to dhe duke e realizu urdhrin e Allahut ndaj tyre, duke pas frikë Allahun në raport me to, se ky njeri është prej xhenetlive apo se ato vajzat apo motrat bëhen perde, pengesë mes tij edhe zjarmit të xhehenemit. Përmendëm edhe atë se fëmijët për prindërit janë burzilok apo basulek, për shkak se qysh njeriu I merr erë busulekut me nuhat erë të mirë, kanë thënë dietarët përshtatshmëria është këtu se njeriu njëjtë ashtu kur e përqafon e vladin e vet, ja nuhat erën që e ka vladi I tij. I merr erë e vladit të tij, djalë apo vajzë qoftë. Përmendëm edhe atë se lejohet dhe është legjitime dhe është prej përgdhelis ndaj fëmijëve që të mbahen qafë apo në krah përgdhelën, tu thuan fjalë të mira, fjalë të buta fëmijëve edhe kështu me radhë. Kaptina e radhës është kaptina al-waladu qurratul ayn. Djali është kënaqësia e syrit. Dhe në këtë kaptin hoxha ka pru vetëm një hadith. Nga Xhubeir ibn Nufairin thot, u ulëm te Miqdad ibn Aswad një ditë, famarra bihi rajulun faqal, kaloi një person afër mexhlisit ton dhe ju drejtu Miqdadit Ibn Aswad, I cili ka qenë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe I tha: Tuba li hatayn al-aynayn allatayn ra'ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawaditna anna ra'ayna ma ra'ayta wa shahidna ma shahidta fastughdiba. Faj'altu a'jabu ma qala illa khayra thumma aqbala alayhi faqala. Ky njeri I u drejtu Miqdad ibn Aswadit radhiyallahu anhu dhe I tha: Tuba, lum për këto sy, lum për këta 2 sy të cilat e kanë pa të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kena dëshirë sikur ta kish mi pa edhe na atë që ti e ke pa. Kishmë qenë dëshmitar të asaj që ti ke qenë dëshmitar. Fastughdiba.
Kur i ndëgjoj këto fjalë Miqdad ibn Aswad u bë nervoz. Thot Jubair ibn Nufejri, fa ajibtu, fa gjaaltu a'jabu, fillova të habitna. Pse u bë nervoz Miqdadi, radhiyallahu anhu. Ky njeri nuk i tha diçka keq. I tha, si të kisha pa dhune pejgamberin sallallahu të kishëm qenë prezent edhe unë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ky njeri ishte pi tabiinëve, gjerata e dytë. Thot Jubair ibn Nufejr, fillova të habitem pse u bë nervoz Miqdadi. Personi që u drejtu me fjalë nuk tha diçka jashtë asë mirë. Pastaj Miqdadi u drejtu këtij njeriu dhe i tha: "Ma yahmilu ar-rajula ala an yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu an." Thot, çka e çon njeriu me pas dëshirë të jetë prezent dikun ku Allahu s'e ka bë me qenë prezent atë. Çka e bën njeriu? Çka e çon njeriu me shpresu kisha qenë aty ku je kon ti? Kishëm qenë prezent dikun ku Allahu s'ja ka mundu me qenë aty. La yadri law shahida kayfa yakunu fi. Thot dhe i njëjti nuk e din se si kur të kishë qenë prezent, qysh kish me qenë gjendja, qysh kish me qenë situata. Wallahi, thot Miqdadi radhiyallahu anhu, pasha Allahun, laqad hadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dhe koni salavat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannama lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Wallahi, ka pas prezent njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët Allahu zvar me fytyr i ka çu në zjarrin e xhenemit. As nuk i kanë përgjigj, as nuk i kanë besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Awla tahmiduna Allah azza wa jall idh akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyukum qad kufitumul balaa bighayrikum. Thot, a nuk e lavdëroni Allahun, a nuk e falenderoni Allahun, se Allahu u ka mundësu me ju nxjerrë në këtë dunja dhe ju nuk e njihni dikan përpos Allahut. Dhe ju nuk i besoni dikujna përpos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë në cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kufitumul balaa bighayrikum. Ju jeni mjaftu kërshi belas me dikan tjetër. Dikush tjetër është ballafaqur me këtë bela. Ka kry puna, jo rahat. Allahu ju ka rujt ju e për kësaj belaje. Dikan tjetër Allah e ka ballafaqur me këtë problem, me këtë bela. Wallahi laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itha alaiha nabiy qat fi fatratin wa jahiliya. Pasha Allahin është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një situatë më të rëndën të mundshme që ka ekzistuar njerëzimi ndonjëherë. Situatë të cilën nuk është dërgu asnjë pejgamber para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai kemi parasysh prej te Nuhi alayhis salam, shirkiatë që i kanë vendour, që i kanë bë, kufriate, xahilietin, ignorancën që kanë pas, devijimet që i kanë pas. Populli i Lutit alayhis salam, apo situate vështirë, situate gërditshme prej mëkateve dhe shirkut edhe të këqijeve që ata i kanë bë. Gjendja e popullit të Ibrahimit alayhis salam dhe popujt të tjerë dhe pejgamber të tjerë. Thot Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërgu me një situatë më të rëndën të mundshme që është dërguar ndonjë pejgamber. Do të thotë situata shumë e rëndë. S'ka qenë situata e lehtë. S'ka qenë shumë e thjesht me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. S'ka qenë shumë thjesht me i fol dikujna edhe me e lënë haramin edhe me u zon rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sot tani shumë është e thjesht. Ka shiksoj që është shumë e thjesht, na hiç nuk japim mund. Ankora pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë situata shumë më ndryshe. Çfarë më ndryshe? Situatë më e rëndë nuk është dërguar asnjë pejgamber para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot fi fatratin wa jahiliya. Fatra është periudha mes dy pejgamberëve. Edhe jahiliye, jahiliat.
ma yarawna anna dinan afdala min ibadati al-awthan. Thot nuk kanë pa ata njerëz ndonjë fe më të mirë se sa adhurimi i idhujve. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. Ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me furqan, ndarse. Farraqa bihi bayna al-haqq wal-batil. E ka dallu, e ka nda të vërtetën prej të kotës. Wa farraqa bihi bayna al-walidi wa waladihi. Me këtë të vërtetë e ka nda prindin prej fëmijës të vet. حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا. Deri në gjendje që njëri prej tyre e shifte babën e tij ose djalin e tij ose vllaun e tij kafir, jo besimtar. وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان. Kurse Allahu këtij ja ka hap drynin e zemrës me iman. ويعلم أنه إن هلك دخل النار. Dhe kjo din se vllau i tij ose baba i tij ose dosti i tij ose fëmiu i tij në qoftë se vdesin kanë shku në zjarr. Fala taqirru aynuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu fi an-nar. Nuk ju kënaqte syni atij, nuk ju kënaqte shpirti i atij, duke e pa gjendjen se dosti i tij, vllau i tij, baba i tij, djali i tij është në zjarr të xhehenemit. وأنها التي قال الله عز وجل. ذكر آية كثن الله القرآن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذكر آية كثن الله القرآن. Dhe ata të cilat thonë o Zot i jon na jep neve prej grave dhe pasarzve ton qurrata a'yun. Më na kënaq synin. Kjo është kaptina se djali, veçanti dhe fëmijët në përgjithësi janë kënaqësia e syrit të prindit. Ama kur do të tregojmë në fund në shpjegimin e ajetit që kanë folur dietarët. Qurratu ayun, kanë thënë dietarët, fëmijët janë shkaku i gëzimit. Janë shkaku i gëzimit të prindit. Nëse dikush është i martuar gjatë dhe nuk ka evlat, i mungon kjo shumë. Edhe kjo është provë pjanës Allah subhanahu wa taala. Dhe ai ja din shumë mirë vlerën e kënaqësisë dhe lumturisë që përjeton baba me vllazën e vet. Për shkak se ata që kanë evlat, sikur nuk ja din vlerën. Sikur nuk e vlerësojnë shumë këtë begati që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Mirë, për moment që i mirët njeriu, apo në moment që e ka një farë largësie, atëherë e kupton. Është kënaqësi e syrit. وقيل معنى قر عينك بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن علي عينك فلا تستشرف إلى غيرك. قرة أعين do të thonë kënaqësia e syrit, do të thonë me ta mundsu Allahu me arrit atë me të cilën ka më të rahatu shpirti, edhe nuk ke me ilshu syt dikun tjetër. Kjo është kënaqësia e shpirtit, kjo është kënaqësia e syrit, qurratu ayun. Me ta mundsu Allahu pra atë gjë me të cilën ka më të qetësu shpirti. Edhe nuk kemi pas nevojë me shiku në diçka tjetër. Jemi ulë te Miqdad ibn Aswad. Dhe ky njeri i tha Tuba. Tha myshde. Tuba, kanë thënë dietarët, është një luginë në xhennet. Kanë thënë dietarët në shpjegim tjetër, është një pemë në xhennet, e cila është e madhe 100 vjet udhtim. Wallahi lawadittu anna ra'ayna ma ra'ayta wa shahidna ma shahidta fastughdiba.
Wallahi kemi dëshirë sikur të na ish mësu neve me e pa atë që ti e ke pa dhe me qenë dëshmitar të asaj që ti ke qenë dëshmitar. Dhe kjo fjalë e bani nervoz Miqdadin radhiyallahu anhu dhe filloi me këshillu këtë njeri. Çka me këshillua? Bani mend këtë fjalë që ka thonë ky person Miqdadit radhiyallahu anhu, na dina shpesh me ndëgju për njëri tjetrit. Të kisha qenë kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta kisha pa me sy. Ti kisha shërbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të kishim qenë kështu, edhe kështu më radhë. Çka i tha Miqdadi radhiyallahu anhu? Ilmin e ghaibit ja përkatësoi Allah subhanahu wa taala. Tha, çka e bën njeriu? Çka të ka shtype ty me pas dëshirë me qenë prezent dikun ku Allah s'ta ka mundsuar me qenë prezent? Allah për diçka tjetër të ka lënë ty. Dhe pastaj i ja tregoi shkakun. Tha, ka pas njerëz që kanë qenë prezent kur në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama s'kan qenë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E që mi tregu që mos mendoj që kish me qenë gjendja shumë let, kishe qenë ti në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha, s'ka pas ndonjë situatë më të rëndë të cilën është dërgu pejgamber, se sa gjendja kur është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjendja kur është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjendje shumë e rëndë. A dini se Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu kur e pranoi Islamin në vitin e 7 të pejgamberisë, a dini se ka qenë i 40, 41, 42, këtu pari ka qenë në numër. A dini që do më thonë ajo gjendje kohore, ajo periudhë kohore, ku muslimanët kanë qenë në gishta. Në gishta kanë qenë. Dhe krejt Mekja ka qenë kundër tyre. Kata kanë këthy kryen kanë qenë kundër tyre. A dini se në këtë gjendje qetësinë kanë gjetë vetë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Dar ibn Arqam ibn Abil Arqam. Kur ka zbritur ajetet i ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A e di ma gjendjen sa rand ka qenë kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot në zamanin ton ka mundësi me pas mos pranim në familje, ama lirë ki me dalë për jashtë. Del për shtëpisë, kur do me dalë për shtëpisë tënde, me shku jashtë në shërbimet tua, në punët e tua, le të manifeston, po flas për të na. Le të manifeston Islamin. Shë muslimanti, shë vllaznit, shë xhamia, adhurot Allah, edhe pse në shtëpi nuk i pranim, për jashtë ki pranim të njerëzit, i ki musliman, edhe i ki let. Ama në kone për janë në gishta kanë qenë numri muslimanëve, prej këtyre në gishta kanë qenë ata që haptazi e kanë manifestu fejnë. Edhe ata që e kanë manifestu haptazi, kohë pas kohë janë ballafaqur me problemet më dhaja për anës së mushrikëve. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radhiyallahu anhu, që ka qenë shumë i respektuar në Mekë, e dim ngjarjen e tij. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, e dim gjendjen e tij se sa është godit për anës së mushrikëve, edhe shumë sahabi tjerë shumë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do më nëmësun edhe Miqdadi radhiyallahu anhu që nëse ti ki dëshirë si këtë kisha qenë kone për nga nëse, qëta është e ki mundësi? Dëshmoj e vejtë ta shofim. Dëshmoj e vejtë ta shofim. Sa ti e ndëgjën Allah dhe pejgamberin sa ti sakrifikon për fejnë Allah s.w.t. Ti nuk je ndoshta në gjendje me sakrifiku 5 euro për dinin e Allah subhanahu wa taala. Nuk je ndoshta në mundësi me sakrifiku gjysore, 40 minuta, 2 herë njaftë ose 1 herë njaftë me prezentu me mësu dinin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti edhe unë kena dëshirë me pas qenë kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me sakrifiku gjakin tona, jetën tona, krejt çka na posedojna. Kështu kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krejt i kanë dhënë. Edhe s'kan këthy mas. Nëse na nuk jena të gatshëm me bo sakrificën më të vogël, kësi gjendje super luksoze na jetojna. Kur vi vështirësita, vallahi gjendje s'ka më qenë let. Vallahi s'ka më qenë let. E si kur Miqdadi radhiyallahu anhu ka desh me këshillu këtë sahabi dhe edhe neve, që
je i kënaqur me kohën kur je, edhe përmirësoj vetin këto. Pse? Se Islami nuk ka mbaruar me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Islami është deri në kiamet, deri pak para kiametit kur Allah ka më ngrit librin. Për çdo kohë ka nevojë Islami për njerëz të cilët kanë më sakrifikuar për dinin e Allahut subhanahu wa taala. Sahabët kanë qenë dhërat e veçantë, i ka dalluar Allahu xhela xhelaluhu, ama këta pejgamberë se vazhdon një grup prej ummetit të jenë të qartë hapthazi në të vërtetën. Një grup prej në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri në kiamet i njëjti është, me cilësi të njëjta janë. Veç banë pyetje vetëm tonë, a je ti prej këtij grupi? Në qoftë se je prej këtij grupi, tuba, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ka me të njoft pejgamberin sallallahu alajhi wasallam hiç pa të pa. Ka me të njoft, hiç mos këtë dert. Veç ti banë pyetje, a je prej këtij grupi? Apo mos vallë, jemi për ati grupi me cilësi shumë të shia që Allah i ka përmenë në Kur'an, që Allah ka zbrit pëthuj se komplet një sure për atë grupë, grupin e munafikave. Le ta studiojmë pak vetën do, kush jena na, sa na sakrifikojmë për dinën e Allah. E kur ta shohim kështu, sa na sakrifikojmë, kena me pas se ku jena na. Allah thënë Kur'an, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Me të vërtet, besimtar të vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu u tërqethet zemra. Kur përmendet ajetet e Allahut i tërqethet lëkura. Dhe ata të Zoti i tyre janë të mbështetur. Ata e falin namazin dhe prej asaj që Allahu atyre u ka dhënë, ata japin rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Bane këtë pyetje vetes tande. Fillimisht, kur e ke lexuar fjalën e Allahut? Kur'anin, kur e ke lexuar përfundimtar? E dyta, kur e dëgjon fjalën e Allahut, atë tërçetet zemra. Atë mbledhet zemra për frikë respektin ndaj Allahut. Atë tërqethet lëkura kur e ndëgjon fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kështu janë besimtarët, kështu kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur thot dikush ty ke frikë Allahut në vëlla, ke frikë Allahut në motër, atë shtohet edhe më shumë krenaria me gjuna, apo janë isme çajt. Se kemi edhe raste të tilla, jo të pakta, të njerëzve që kur u thuhet ke frikë Allahut, ala më shumë çoni natë. Ngabim. Nuk ndalet. Nuk thotë astaghfirullah, gabova, mund dal. Edhe më shumë e shkret. Edhe më shumë thellon ngabim. Për cilës grupina? E Allahu xhelalu xhelalu për munafika çka tha? Tha Allahu xhelalu xhelaluhu ata wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ata kur ngritën me fal namazin e falin me përtaci. E falin me përtaci. E falin namazin dhe punë tjera i bën syfatësisht për njerëzit. Dhe ata nuk e përmendin Allahun vetë se pak. Këta ajete vëllezër duhet me i marr edhe me i analizu. Me aqit karshi vetës tande. Ka cilësit e tua, tabijati jote, jeta jote, ka cilë anë më shumë. Te ti çka ka më shumë, a pjesë të munafikave, a pjesë të besimtarve? Në qoftë se dojmë një mena më përmirësua. Në qoftë se dojmë një me pas qenë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ola edhkuna Allah illa qalil, nuk e përmendin vetë Allah vetëm se pak. Sa e përmendim në Allah? Sa lexojmë Kur'an? Sa vjet kanë kalu në asdje me lexuar Kur'an? Sa vjet kanë kalu në lexuar Kur'an? 15 vjet çashtu me zor. A kur është në pyetje për interesat tona të kësaj dunjoje, jemi të gatshëm
edhe jemi inteligjent, edhe jemi super inteligjent, me arrit gjithçka. Ama kur është në pyetje dini Allahut, investimi pak, ama muhabeti shumë. E Miqdadi radiallahu anhu i tha, çka të ka qu tyje? A e kiti ide se çka qenë gjendja kona pejgamberit sa nuk e di. Ka qenë gjendje shumë e rëndë. Çka qenë gjendje e rëndë? Thot dikush e ka pa djalin e vet qafer. Dikush e ka pa babën e vet qafer. Dikush e ka pa shokin e vet, ndosën e vet qafer. Dikush vëllaun e vet qafer. S'ka bo rahat zemra. Nuk është bo rahat zemra. Nuk është knaq. S'është rahatu. Pse e ka ditë që i afërmi ti që se vdek sa të shkon zjarë xhenemi për gjithmonë. Edhe sosë këtu. Dhe Allah Gjellë Gjellë çka tha? Alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dhe para kësaj i tha Miqdadi radiallahu anhu, falënderojeni Allahun. Falënderoj Allahun që la ka mundësu ti mos me njoh dikam për pas Allahut. Mos me besu dikam për pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falënderoj Allahun. Të kam mjaftu ti Allahu me të tërka. Tha Ibn Abbasi, tha Ibn Kathiri rahimahullahu në tefsirin e tij, në shpjegimin e ajetit, o Allah, o Zot jo, na jep neve prej grave dhe pasardhësve tanë, atë me cilën na kënaq syrin, thotë Ibn Kathiri, janë alladhina yas'aluna Allah an yukhrija min aslabihim min dhurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la sharika lah. Kuptimi i ajetit është ata të cilët e lusin Allahun që Allahu prej palcës së tyre të nxjerr pasardhë të cilët do ta respektojnë Allahun, do ta adhurojnë Allahun të vetëm dhe nuk kanë mi bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Abbasi, januna men ya'malu bi ta'ati Allahi fataqirru 'aynuhu bihi a'yunuhum fi dunya wal akhirah. Këta njerëz e kanë për qëllim kur e lusin Allahun që më ja u kënaq synin me gratë edhe me fëmijët edhe me pasardhës, e kanë për qëllim që Allahu të jep gra edhe pasardhës të cilat do të veprojnë me nënshtrim ndaj Allahut dhe në këtë mënyrë do të kënaqet syri atyre në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot Ikrima rahimahullahu taala, lam yuridu bidhalika sabahatan wala jamalan walakin aradu an yakunu muti'in. Nuk e kam për qëllim kur lusin Allahun me këtë lutje që ata të jenë të bukur, të jenë diçka për kësaj dunjaje. E kam për qëllim që ata të jenë të nënshtruar ndaj Allahut. Prindit besimtar nuk ja kënaq syrin, nuk ja kënaq shpirtin diçka te fëmiu i tij ose te bashortja e tij vetëm përpos nënshtrimi i tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prindi besimtar. Çka do të arrijë fëmia? Në qoftë se nuk e ndëgjon Allahun dhe nuk e respekton Allahun dhe nuk e respekton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, babën s'e kënaq kjo. Nuk ja kënaq kur gjon shpirtin. Çka do të arrijë për kësaj dunjaje? Pse? Se qëllimi është ata me qenë rob të Allahut subhanahu wa taala. Me qenë pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është pyet Hasan al-Basri rahimahullahu taala për këtë ajet, ka thënë أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. Është Hasan al-Basri për këtë ajet ka thënë, kjo ajet do të thonë që Allahu t'i mundson robit musliman që të shef te gruaja e tij, te vëllau i tij, te dosti i tij në nështrim ndaj Allahut. Të shef devotshmëri ndaj Allahut. Kjo ajet do të thonë Allahu më mundsu robit musliman me pa te bashortja e tij, me pa te fëmijët e tij, me pa te dosti i tij, me pa te vllau i tij në nështrim devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala. La wallahi, jo pasha Allahin, nuk ka diçka që e kënaq më shpirtin e muslimanit se sa momenti kur ai e shef djalin e vet ose djalin e djalit vet ose dostin e vet
ose bashortën e tij të nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Jurayji në shpjegimin e këtij ajeti, o Allah na jep neve vëlla të cilët do të adhurojnë ty dhe do të jenë të mirë në adhurim ndaj teje dhe nuk do të bëjnë mëkate dhe nuk do të bëjnë krime në raport me ty. Thot Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam, yani yas'aluna Allah ta'ala li azwajihim wa dhurriyyatihim an yahdiyahum lil Islam. Pra ata lutin Allahun që Allahu gratë e tyre dhe fëmijët e tyre t'i udhëzon në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këtë transmetim prej dobive që i kanë cekë dietarët janë hubbu tabi'in lis sahabati radhiyallahu anhum wa bayanu ma lahum min fadlin wa jihad wa mujahada wa sabr. Dashurin që kanë pas tabi'in për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vlerat që ata u kanë cekë atyre dhe u kanë ditë si vlera prej punëve të mira, prej sabrit, prej përpjekjeve, prej xhihadit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. وفيه عدم تمني المرء محضرا أو مشهدا غيبه الله عنه لا يدري لو شهد كيف يكون أمره كما تقدم. Thot prej dobive është që njeriu mos shpreson që të jetë dikun ku Allahu s'e ka mundsuar me qenë. Për shkak se nuk dihet se çish kish me qenë gjendja, çse ishte qenë prezant aty. A kishte qenë mirë, a kishte qenë keq. Pra je i kënaqur me traktimin e Allahut. Për në kohën kur jeton, për gjendjen që je dhe mundohu dhe bën përpjekje për me përmirësuar veten tënde në raport me Allahun subhanahu wa taala. Wa fihi min fiqh al-Miqdad ibn Aswad radiyallahu anhu wa war'ihi wa hirsihi ala maslahati ikhwanihi. Thotë këtu e shohim kuptimin e Miqdad ibn Aswadit radiyallahu anhu dhe asketizmin e tij dhe kujdesin e tij për dobinë e vëllezërve të tij. Për dobinë e vëllezërve të tij. Kjo kështu njëjtë ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kemi thënë erdha i sahabiju ai nomadi tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka u bë kiameti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si dha përgjigje. I tha çka ke përgatitur për kiamet. I shkoi me diçka që është në dobinë atina. Nuk ja dha përgjigjen për diçka që kur bën, kur s'bën, nuk ka rëndësi. Me rëndësi ti ajo po hazo për kiametin. Kur bie bora, kur s'bie bora nuk është më rëndësi. Me rëndësi ti ajo përgatit për borën. Ajo përgatit për mysafirin. Ajo përgatit për melekun e vdekjes, takim me ta. Ajo përgatit për natën e varrit. Kur do të vjerë, s'është problem ajo. Kur do në të vjerë, qëse ti e përgatit, nderën çelë ka. Dobin që është mundua për vëllezërit e tij. Thot wa fihi inkaru al-alimi ala tullabihi wa bayanu al-haq. Demonti apo mospranimi i dietarit prej talebës së tij gabimin ose rrëshqitjen ose lëshimin dhe shpjegimin e vërtetës. Dhe kështu veprojnë dhe kështu kanë vepruar dietarët. Kur kanë pa diçka prej nxënësve të tyre, gabim, lëshim, mëkat, ja kanë tërhequr vërejtjen, edhe ja kanë treguar të vërtetën. Që ka qenë tradit prej kohës pejgamberit sallallahu dhe deri në zamanin tonë. Vetëm se në zamanin tonë ka ndryshuar puna me raportit nxënësit me talebin. Në qoftë se hoxha ja prish pak, talebja i mbledh plashta dhe hec. Në zamanin e selefit s'ka qenë kështu. Ose në qoftë se hoxha ja prish xhamatit pak, xhamati më njerë ja thën lapsin hoxhës. E gjen një hoxh tjetër e gjen. Shkon diku lart. Ka prej tyre që shkon edhe në devijim. E lënë edhe fenë Allah subhanahu wa taala. Mirpo, e vërteta edhe rruga e selefit ka qenë që me qenë të respektueshëm ndaj hoxhës, ndaj dietarëve, kur ata ta tërheqin vërejtjen. Qoftë edhe në qoftë të tërheqja e vërejtjes bëhet në publik. Ka raste ku selefi kanë bërë tërheqje e vërejtjes në publik. Dhe kjo s'ka qenë në çmim për nxënësa. Por kundrazi kanë marrë këshillën, e kanë përmirësuar veten dhe kanë vazhduar kërkimin e turist tek dietarët. Wa fihi anna du'a ibadir rahmani al-mu'minin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Dhe kjo prej dobive është edhe atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu xhallahu xhallahu që ne bëjmë këtë dua Allahu subhanahu wa taala, me lut shumë Allahu xhallahu xhallahu që Allahu na dhon neve vëllad edhe gra edhe vëllad të xhairit, me cilët ka na kënaq shpirti jon. Vlera e grave, vlera e pasardhëve, vlera e fëmijëve, dhe se fëmijët janë kënaqësia e syrit dhe shpirtit për prindërit e tyre. Wa fihi dhe këtu kemi për dobive duan lutë që të më bë për gratë, për pasardhës
që Allahu t'i udhëzon ata, li'annahum la yakununa qurrata a'yunin illa bi ada'i at-ta'ati wa ijtinabi al-munkarati wal muharramati, për shkak se gratë edhe fëmijët asnjëherë nuk mundën me qenë kënaqësia e shpirtit për burrin, respektivisht babën, pos atëherë kur ata janë të dëgjueshëm dhe respektueshëm ndaj Allahut, i çojnë vend urdhnat e Allahut dhe urdhnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm në këtë herë dhe vetëm në këtë situatë prindi apo bashorti është i kënaqur dhe është i rahatuar. Lutem Allahun që Allah të falë mëkatet tona. Lutem Allahun që Allah të na jap prej grave dhe evlatëve atë me cilën kam na kënaqur shpirtin tonë dhe syrin tonë. Allahu t'i udhëzon në rrugën e vërtetë. Allahu na mundson që t'i edukojmë si duhet, të hapim maksimumin nga ana jonë dhe Allahu të çon bereqet në edukimin e tyre, në nështrimin e tyre ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun që Allah t'i jap evlat prej burr, prej grave, prej vajzave dhe djemve, gjithë muslimanëve dhe vëllezërve të cilët nuk kanë evlat. Lutem Allahun që Allah t'u lehtëson sprovën e tyre, t'u zëvendëson diçka më të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.